Normalisht mendoj që sensibilizimi për check-up-et të rregullta, pash një emision diku në një televizion. S'kemi mundësi, është mesazh. Vetëm për ta thënë disa që midis të tjerave thoshte se mundjet kardiake kjo, dhe nuk kishin përmendur infeksionet seksualisht të transmetueshme. Që është problematik më vete. Është problematik më vete. Për te, ne jemi qenë njerëzore, për te instiktit, ku vepron dhe prevalon pjesa e instiktit seksual, jemi qenë njerëzore, ku kemi nevojë për dashuri, për të dhënë dashuri, për të marrë dashuri, sa më shumë një njëjë sa më e mirë e vetes dhe e kërkimit të emocionit me të gjitha, e përmbushjes emocionale, e cila çon deri në pjesën e marrëdhënieve seksuale do ishte më optimale ajo që çfarë ka nevojë qenia njerëzore. Qenia njerëzore nuk ka nevojë vetëm për marrëdhënie seksuale, të cilat e realizojnë kafshët. Qenia njerëzore është një shkallë më lartë. Qenia njerëzore ka nevojë të krijojë lidhje më të thella, lidhje dashurie, emocionale, psikologjike, të cilët e bëjnë që të ndihet mirë dhe i lumtur. Të kërkojnë këto lloj lidhjesh dhe jo lidhje seksuale. Gjen? Në fakt, si mjeke, mesazhi im është që nëse një prind nuk ka informacion, t'i drejtohet specialistëve. Po, të pyesi. Të pyesi, të marrë fëmijën për dore dhe të shkojë tek mjeku, të kërkojë informacion, të edukohet dhe vetë, të sqarojë disa gjëra dhe fëmijën e saj ta fusi në një program dhe në këtë mënyrë e ka shpëtuar nga shumë fatalitete të cilat më vonë do të jetë shumë vonë. Unë ju falenderoj, ishit të gjithë të shkëlqyer me një dashuri për ata që të gjithë kemi përgjegjshmëri, e them, domethënë fëmijët janë fëmijë të gjithëve, nuk janë fëmijë vetëm të familjeve të tyre. Po bashkojmë me mesazhin e gjithë kolegëve të nderuar dhe kam një mesazh tjetër për gjithë njerëzit. Tani ju në përgjithësi shqiptarët janë më të ditur se të diturit. E kanë këtë është një virtyt i madh i shqiptarit. Këtu ka më shumë harvardist se në Harvard. Dhe unë e di që shumë që po na shikojnë janë duke mallkuar, duke sharë, ju ëngërt mort, ja vdekshi, pse për seksin do diskutojmë ne? Jo, ju diskutoni për dronat që shkojnë për këto emisionet e tjera. Nëse u puth njëri me tjetrin apo këto keni merak ju. Ça tha ai politikan, si a futi ky, ça batute, ato shikoni ju. Kurse fëmijët tuaj po i shikojnë këta doktorët që janë këtu. Dakor, e kuptuat të gjën. Një, shtatzaniti është bërë kështu. Po lëshojnë si fara nar, e kuptoni, se kuptoni ju këtë gjë. Derisa t'ju ndodhi në kokë. E dyta, vindo njerëz që janë më të pisë se pusetat. E kuptoni këtë gjë? E kuptoni këtë gjë? Përpiquni ta procesoni që nga ana mendore. Dhe e fundit fare, edukimi ul 50% në të gjitha vendet ku ka edukim, ka 50% më pak pasoja të dëmshme. Kjo është shkencore. Tani po se besuat edhe këtë, tani ikni, bëni çfarë doni. Dilan dhe nga arat vlla, se lopët dikur kanë pasur më shumë edukat seksuale se ç'kemi ne sot. E fundit fare ka dhe një zgjidhje për ata njerëz të cilët duan të bëjnë seks. Po ta bësh në krevatin Dorelan, seksi është më i mirë, të shijon më shumë. Të paktën këtë thonë klinicistët ose ekspertët. Është më e sigurt. Është më i sigurt. Është më i këndshëm, është më i ëmbël, ja haron të gjitha këshillat. Përdorini krevatet dyshekët Dorelan, se janë shumë të mira në raste. Kanë kaluar edhe variantet virtuale të kukullave apo të këtyre, kështu që çdo shohim. Rritet mundësia. Mirë.